Unë jam jashtëzakonisht optimiste që njëri nga ligjet që kemi dërguar në Kuvendin e Kosovës që tashmë po trajtohet nga Gjykata Kushtetuese, që është ligji për byron për konfiskimin e pasurisë së pajustifikueshme, do të mundsoj që e gjithë pasuria e cila nuk mund të justifikohet, pra që konfiskohet nga gjykatat, pastaj ajo të ndahet për grupet e marginalizuara apo për institucionet e Republikës së Kosovës. Brenga ime më e madhe vazhdon të jetë që shumë prej pasurive të cilat janë të sekuestruara në kuadër të dhe që menaxhohen nga agjencia po mbesin për vite të tëra të sekuestruara dhe ne po përballemi me situata kur pastaj ato po e humbin vlerën. Ndoshta duhet që të bashkëpunojmë këtu, sepse thjesht në të ardhmen dikush mund ta paditë edhe institucionin në qoftë se pastaj ajo pasuri e sekuestruar i kthehet personit, për shkak të humbjes së vlerës